Hijabi si detyrë që duket se është shumë e veçantë për gratë dhe duket se është një rëndesë shtesë, sidomos në shoqëritë kur zbulimi, kur shpërfaqja e bukurive e trupit është kohë e gjatë, që nga koha e komunizmit që ishte e detyrueshme të hiqet perdja si quhej, kur gratë tona, kur gjyshet tona, në fakt kishin problem të zbulonin fytyrat. Atëherë pra pushteti kërkoi të zbuloheshin fytyrat, të hiqej nikabi pra, jo shamia e tëra. Dhe gratë hezitonin që të dilnin në rrugë të tilla. Dhe me kalimin e kohës filluan ngadal derisa e zhveshën femrën, derisa madje e bulizuan femrën tjetër e cila mbante mbulesën dhe e bën që ajo të ndihej në shoqëri sikur të ishte e tepërt ose sikur të ishte ndonjë njeri pa të ardhme, ndonjë njeri i mesjetës, i të kaluarës e tjera. E natyrshëm që në fen islame, sa herë kërkohet diçka të veprohet, ka shpërblim. Allahu xhalla xhelaluhu asnjë detyrë nuk ja bëri njeriut që ai vetëm ta bëj dhe për të fare të mos ketë asnjë shpërblim. Kjo është vetëm në ligjin e Zotit xhalla xhelaluhu, vetëm në matematikën dhe në ekonominë e pasurinë e Zotit që ndodh, sepse ai është më i pasur dhe ai shpërblen. Të gjithë njerëzit kur obligojnë me ligje diçka, nuk shpërblejnë për të. Ata kanë vetëm masa ndëshkuese nëse nuk respektohet ligji, nëse thyhet ajo rregull. Pra, a keni parë ndonjë polic të shpërblej shoferin i cili mban shpejtësinë në kufizimin që kërkohet? Asesi. Ata vetëm dënojnë tjetrin që te kalon atë shpejtësi. Keni parë ndonjë tjetër që i jep patent shofer ose i jep para ndonjë shoferit që pret në dritën e kuqe në semafor? Asesi. As nuk falenderohet madje, se është obligim, është detyrë. Derisa Allahu xhalla xhelaluhu e bëri obligim namazin dhe shpërblen edhe për sunetet që falen aty. E bëri obligim agjerimin, shpërblen pafundësisht për ditën që agjerohet. Allahu shpërblen për të gjitha gjërat që ai i detyron njerëzit ose kërkon prej tyre që të bëhet. Shtrohet pyetja, po gruaja me shamin e saj, çfarë përfitime mund të ketë? Hijab quhet mburoj e cila është pengesë të njëjtën kohë. Pengesë nga çfarë? Nga imoralizimi. Pengesë nga dalja përtej normales njerëzores që një grua do ta ketë dinjitetin e vet. Një grua i takon një burri, nuk mund t'ju takoj shumë burrave. Një grua është nën e fëmijëve, nuk mund të jetë nën e fëmijëve me baballar të ndryshëm të cilëve nuk u di gjenezën. Pra një grua duhet të ketë atë ndershmërinë dhe rrjedhimisht prej fitimeve të mëdha të saj është vetë nderi që ajo e ka në këtë botë. E mos flasim për atë që bëhet për të në ahiret ku Allahu i plot fuqishëm nuk e ngarkoi njeriun asnjëherë me asnjë gjë për te mundësive të tij dhe Allahu çdo herë njeriun e shpërblen për atë që ai duron. Dhe gruaja për këtë duhet të jetë shumë krenare. Sevap në dynja, sevap në ahiret. Prej fitimeve të saj dhe shpërblimeve të saj në këtë botë është se zakonshëm të tillën do ta kërkojnë njerëzit e ndershëm. Nuk dua që të kuptohet fjalia ime se gratë e zbuluara janë të pandershme, por unë po e them se natyrshëm që edhe në të kundërtën ju do të më kuptoni dhe do të miratoni. Se edhe një vajzë e cila në veshjen e saj ka shumë çoroditje, të paktën do të kuptohet në shoqëri, edhe në mesin e grave, se mund të jetë e përdal dhe rrjedhimisht për të nuk do të ketë kërkesa shumë nga djemt e devotshëm dhe nga djemt e sinqert. Pra, prej përfitimeve dhe shpërblimeve të saj në këtë botë është se mund të shpërblehet me burr të ndershëm, të dinjitetshëm,
i cili është në gjendje që atë ta trajtoj në mënyrën më të mirë dhe më të duhur. Shoqëritë islame kanë treguar në të gjitha kohrat edhe në këtë kohë se gruaja tek ato shoqëri është shumë dinjitoze dhe shumë më e nderuar se në shoqëritë e tjera perëndimore. Andaj edhe mund të themi se fitime dhe përfitime nga mbulesa ka të shumta edhe në këtë botë, e mos të flasim kur në ahiret do të gjejsh përblimin e Allahu xhalla xhelaluhu për sabrin, për durimin në vapë e në temperatura të ndryshme që ajo kishte kokën e saj të mbuluar, vetëm që të largonte pengesën e bukurisë së saj që të mos i jashte të tjerët me të dhe jeta të zhvillohej normalisht.